Avokatët që mbrojnë kriminalin e dënuar serb të luftës në Bosnjë Ratko Mladić po presin një vendim nga një gjykate e OKB-s lidhur me përpjekjen e tyre për ta liruar atë nga burgu në Hag me arsyetimin se ai është afër fundit të jetës së tij. Mladić, 84 vjeç, u dënua me burgim të përjetshëm në vitin 2017 për gjenocid, krime lufte dhe krime kundër njerëzimit gjatë luftrave në ish Jugosllavi midis viteve 1992 dhe 1995. Në një parashtresë të detajuar drejtuar gjykatës të premten, avokatët e tij thanë se Mladić kishte qenë në shtrat ose në karrocë me rrota për një kohë të gjatë. Ata thanë se i dënuari kishte psuar një goditje të dyshuar në tru gjatë një telefonate me të birin, që e la pothuajse të paaft të fliste. Sipas tyre, 2 mjekë kishin vlerësuar gjendjen e tij si serioze dhe se rreziku i vdekjes së menjëhershme është i lartë, andaj ka bërë thirrje për lirimin e tij të menjëhershëm të përkohshëm ose me kusht. Mladić komandoi forcat serbe të Bosnjës në vitet 1990 kundër ushtrive kroate dhe bosnjake, gjatë një lufte në të cilën trupat e tij kryen spastrim etnik në Bosnjë dhe Hercegovinë. Rrethuan qytetin kryesor të Sarajevës me vdekjen e më shumë se 10.000 njerëzve dhe kryen masakrën e 8.000 burrave dhe djemve në Srebrenicë. Mladić u zhduk në vitin 95 dhe u gjurmua në Serbi vetëm në vitin 2011, pas 16 vitesh në arati. Ai doli në gjyq në Hag në vitin 2012 dhe u dënua në vitin 2017.